Të dashur shqiptar, ky është momenti më dramatik në të gjithë historinë e filmave të mi. Bëhet fjalë për gjuhën arvanitase. Bëhet fjalë për fjalën thamazmë. Është edhe në gjuhën e arbreshëve të Italisë, por nuk është në shqip. Vjen nga gjuha homerike. Thamazo. Thamazo do të thotë mrekullohem. Dhe kështu është në gjuhën arvanitase. Thamasem. Por në dialektin ionik, në gjuhën e Homerit është thomazo. Është dhe thumazo. Në gjuhën shqipe është bërë thom, është bërë them. Në gjuhën e Homerit, kjo fjalë ka kuptimin e thom i mrekulluar. Them që jam i mrekulluar. Thumazo. Këtë kuptim të Iliadës e ka marrë gjuha shqipe. Them i mrekulluar. Them i habitur. Është origjina e fjalës them dhe thom, që Norbert Jokli e mendonte si fjalë monosilabike të ardhur nga një dialekt i ngjashëm me gjuhën persiane. Kështu mendonte Jokli që kjo është fjalë monosilabike. Pra madje dhe Jokli është gabuar nga fjalët njërokshe të shqipes. Fjala thomazo është shkurtuar në thom. Është shkurtuar në them. Është thamazmë në gjuhën arbreshe. Si e bëron këtë zbulim? Është në gjuhën çame, thamaksem. Është në gjuhën çame, thamazmë. Është në gjuhën arvanitase. Thamasto. Nga greqishtja, thamastos. Është në gjuhën çame, thavmë. Nga helenishtja lashtë, thauma, mrekulli. Pra kjo ka dhënë fjalën me thanë në shqip. Duket si fjalë njërokshe, këtë mendonte Jokli. Por unë e di që shqiptarët i shkurtojnë fjalët. Thamaksem është shkurtuar. Është në gjuhën arbreshe. Thamasem, mrekullohem. Thamasmë, mrekulli. I thamasur, i mrekulluar. Është në gjuhën arbreshe të Italisë. Por origjinali është në gjuhën arvanitase. Në gjuhën arvanitase është më gjata, thamaksem, nga thamazo. Dhe varianti ionik i gjuhës së Homerit, thomazo, ka dhënë fjalën thom, them, i mrekulluar. Me këtë kuptim, në gjuhën arvanitase, dhe është fjala me thanë në gjuhën gege. Pra ndarja e gegnishtes nga toskërishtja ka ndodhur mbas ndarjes së gjuhës arvanitase dhe arbreshe nga trungu i shqipes. Kjo është çmenduri që unë t'ja kaloj Norbert Joklit, Gustaf Mayerit dhe Holger Pedersenit, këtë nuk ma merr te mendja kur në jetë të jetëve. Pra kemi në gjuhën çame, kemi në gjuhën arvanite thamaksem, thamazmë, thamasto, thavmë. Të gjitha nga greqishtja, thamazo, thavmazma, thavmastos, thavma. Por kjo vëja është zhdukur në gjuhën shqipe,
është zhdukur dhe në dialektin e Cakonjas që flitej pranë shqiptarëve, dialekti dorik. Të gjitha ndryshimet fonetike që ndodhur në gjuhën greke pasqyrohen në gjuhën e Cakonjas dhe në gjuhën arvanitase. Për këtë arsye fjala mia bëhet myga në greqishtën pontike, bëhet myza në gjuhën e Cakonjas dhe bëhet miza në gjuhën arvanitase dhe në shqip. Gjuha shqipe, të dashur shqiptar, ka lindur në Greqi. Merrni frym thellë. Fjalët shumërokshe të greqishtes janë shkurtuar, tha Maksem, është shkurtuar kjo në thom, them, i mrekulluar në shqip. Sot unë i kam thyer të gjitha rekordet me ndihmën e inteligjencës kompjuterike. Na i ka bërë inteligjenca kompjuterike që leshet sutjena. Ata që nuk din greqisht të mos afrohen më në live-in tim në TikTok. Ose arvanitas, ose arbëresh, ose minoritar, vetëm ata kanë të drejtë të shprehin ndonjë mendim këtu. Ata që din greqisht. Të tjerët të shkojnë të tundin ullinj të mirë, të qethin delet, të pastrojnë pjatat dhe hotelet në Greqi, të sjellin ca kaci edhe në Shqipëri, se po ju presin prindrit, po kalben prindrit të gjallë, po presin për fëmijët e tyre. Baballarët u bën në gjyshër. Nënat u bën në gjyshe, po vdesin nënat, po presin për bijtë e tyre. Kthehuni në Shqipëri, të dashur emigrant. Lieni Greqin, për grekët, Shqipëria po ju pret. Por po pret dhe për arbëreshët, dhe po pret dhe për arvanitasit. Këtu është vendi juaj, ju ftojmë të vini në Shqipëri, të dashur shqiptar.